Domethënë nuk mbaron gjithçka me ndrrimin jetë. Disa i thonë vdekje, po unë jam kundër kësaj fjalës vdekje, nuk është ndrrim jete. Pra, shndrrim energjie, transformim energjie. Nga ky dimension, një dimension tjetër. Që mund të jetë më sipër, më poshtë. Shpirti vjen këtë jetë për të përmirësuar, për të lartësuar dhe për të ndriçuar dhe për të shkuar në një dimension tjetër, i çik më të lartë. Po kjo do të thonë se provimi ndonjëherë kalohet me sukses. Këherë nuk është se kalohet me sukses. Për shkak të zgjedhjeve që kemi bërë ne, domethënë. Cilat janë zgjedhjet? Ne kemi pas një fat si krijesa për i krijuesit gjithçka që ekziston. Na ka dhënë neve dy mundësi të jashtëzakonshme. Një është vullneti i lirë. Por na ka dhënë mundësinë e zgjedhjes për po ose për jo, për mirë ose për jo mirë. Në kohën kur neve jemi në kulturë, në dilema, në dyzime kështu më radhë, varet se si e vendosim ne. Ajo varet edhe prej nikimit të egos, secili e ka egon, dikush e ka më të fortë, dikush e ka më të butë, dikush secili ka shpirtin, dikush e ka shumë më të lartësuar, dikush e ka poshtë sepse e ka përmbyt ego, edhe e ka lëshuar aty në ato frekuenca të ulta. Ama prej këtyre zgjedhjeve varen edhe karmat, varen edhe ecuria në jetët e tjera.